Mërë me mandë qika, ja kam rjetë rrutë më grosh, ka më thonë që të gjohë. Ma fështirë s'ka. Serbi se ka po, kjo ka vra, kjo ma i zisë së Serbi. Kur ma ditë ma fështirë së konë, po unë tash po thëmë, zdi që se mi trajnu në atë ditë. Muharrem Ibraj, i nacionalitetit shqiptar, akuzohet se ka kryer krime lufte ndaj popullatës civile gjatë kohës së luftës së fundit në Kosovë në fshatin Osek Hyl të komunës së Gjakovës. Me dashje, i armatosur dhe i veshur me uniformë policore, bashkë me pjesëtarë të tjerë të forcave serbe, ai akuzohet se kishte vrarë fëmijën e tij, Sulejman Bajramin, para syve të familjarëve në shtëpinë e tij në fshatin Osek Hyl. Zade Bajrami, bashkëshortja Sulejman Bajramit, tregon për tmerrin që pa me sytë e saj më 28 shkurt 1998. Aktakuza ngritur nga Prokuroria Speciale thot se Ibraj akuzohet se ka kryer vrasje, dhunime, arrestime, keqtrajtime të popullsisë civile të nacionalitetit shqiptar. Inshallah bëhet diçka, se që 25 vjeç kanë po kërgjohë, edhe tash, te tasho se e kanë arrestu, mu kërgjos më doket. Kjo është shtëpia ku ka ndodhur rasti? Ku ka ndodhur rasti, po. A hymë edhe me na tregu se çush ka ndodhur rasti në atë kohë? Po. Dita o konë e premte. Ju një konë shpet, të nejtë? Ne imi konë shpet, të nejtë, në këtë domen jenë konë djemë 3, ka 15-16. Qëtu, o konë dhomë gjëzëmti, se kemi bota shtonë tjetjes, jenë konë une, motra jeme, motra burrit, një gru me 4 fëmijë, imi konë femna. Kurse këne jenë konë, dikush kalun me letra, dikush kalun shah, në konë brenda. Ku ka ndodhë? Në cilën dhomë ka ndodhë dhe raste? Ai ardhë Ibra edhe Muharremi. Ibra në ka nejtë, se këtu konë dera hymjes, atër këtë se dhomës që aty o konë. Në ka nejtë këtu, kurse Muharremi o himrena. Edhe tash kur o himrena, ja ka një shuplak burrit motrës. Edhe burri jam i ka thonë, ma ka thonë se i ko mësafir, ka thonë hajti se jema i zisë se këta. Del për jashta, qika ty thonë, babi del për jashta, dhe mësë popshtanë, si ja ka këty shpinë dhe në ka gjujtë me automat. Këto jënë hormonat, që atje o kondera, ajo ra aty, dhe gjaki hala është, veç me hek laminatin, është gjaki aty, njëherë ka qitë në ato e ka vra, atër edhe një shanxerë ka shpraz, i kemi mshel, të kretë i më konë të shpune për plumave, për seneve. Atër o dalë, jënë dalë ata për jashta, ka ndonë burën e deken, në 3 sahati. Në 3-6, atër në ka ndonë kufomën tu, i në ardë 2 politë sërbë, në ka në rujtë, në ka ndonë telefon, në sanë me përdorë. Në 3 sahati, në 6 sahati e kanë morë, e kanë qunë në Gjakovë, pi Gjakovës në Prishtinë, atër pi Prishtinës e kanë pru apet, mas nesit e kanë avërosë. A ditë e kujtojmë kur ditë ma fështirë së konë, po unë tash po thëmë zdi që se mi trajnu në atë ditë. Mërë me mandë qika, ja kam rjetë rrutë më grosh, që ka më thonë që të gjohë. Ma fështirë s'ka, po s'po trajnë ka njerë pi zezave, pi kiametit. Na kemi pas kushis, kemi pas hymje dalje kur me ta. Pse? Pse jënë konë qashtu ata, jënë konë fort tegër. A këni ditë ju prej fillimit që një fëqin juve është të bashkëpunu me policinë serbe të asaj? Po, kemi ditë. Qështë e keni ditë? Kanë orë forcat e ushtarake serbe, këne ju kanë posë bashkëpunim, qështë e keni e ka pas kafen aty, të në heret ka najtë sërbë me ato blinda, me sene në kafe të ajë. Krejt jemi konë të rëthun me ato bringa me pizgavera, krejt shka janë lojet e municionit, krejt janë konë.
Krejt ose kjo ko një rrethuni, jo veç na. Njërë mas pari, janar ka një e gjysë 2 në rrugë. Isa Ibra, ku janë që ke ja piskatëshin. Isa Ibra janë vllazën? Vllaznit e këtij. Edhe jemi darë me gjithë burin që ka u bo, të ne piskam, shkoj kje. Tha, ku janë që ke, tha sho s'ka u që ke po thmija mike, në ty lujt rrugës 15 vjetë, 16 vjetë, qështu që. Tha, mu hinë mrenë, tha, se ta bëj shpinën me butë se barkin. Edhe burri ma ka qitë dorë në shpinë edhe mi hi mrena. Edhe kër mi hi mrena, kemi ditë që ata se lojnë me qaqë, edhe aj i kanë lojnë ljetra të shajin, ata ka presin që po bëhet. Edhe ta shti, veç të që durve, jo bëjke që. Qështu që, jënarë dhe atër, ata dytë ne kanë i mrena, njërë rëthu krejt fshati këtu, atër ata dytë ne kanë i mrena, këtu, njoni ajo hinë këtu, aj qetëri nga ka nejtë aty një femnave me automat në dorë, aj atër e ka vra burrin. Atër këtu i kom pas 2 kunet, i kom pas burrin e motrës, i kom pas burrin e kunatës, e i kanë qitë jashtë, i kanë pështetë për zidi, i kanë rej kondak pushke, atër 2 kunet i kanë shu, ata 2 i kanë morën policia, i kanë majtë. Te në kësham si kanë shu, mo. Atër i kanë shu për promje. Dhe qetërën, ku i kanë pështetë këta, që ky djali i këtine, o konë ja 15 vjeqë, ka thonë babi ati vraj, ka thonë jo, atër një sërbë ka thonë jo, heke altin, e si kalonë mi vraj, se konë ka e vranë edhe këta tënë që aty. A kini po mo ata në fshat? Mas 3 ditëve, në fshat jenë kohën të si o kryj lufta, kër o kryj lufta kënë ikë sërbë, një që dhe ata më sërbë. E mase para se me u kry lufta, se në gjojla ka ndodhë në shkort, ata kanë qëndru në shpinë e tyre këto ofër? Po, pra se më u kryj lufta, ata gjithë u anshin në për rrugë. E këm pas një lopë atër, pra lufte, e djali jam që këto më në Gjakova, ati ju falë këtë shtu. E ka pa, ka thonë, shaki si s'folti më mu, ka thonë shtrydhe si limonin, kjo s'ka folë heq. Ka pas 15 vjetë. Atër i thesha, o konë edhe me 7 i vogël, thesha, më shko djali jam, ani shka, veç mytë qa ka më mbo që të gjohë. Fëmija sa vjetë që kanë posë? 6 vjetë i vogli, 15. I dyti, 17 i madhi. A janë konë ata këto kur kanë ndodhë? Po, këtu në domër veç që në konë, këtu si në konë. E kush e ka po me sy të aman rastën? Qika. Qika jam edhe one. S'ka kur gjo, që 25 vjetë se kanë zonë, shka me bo. Dhe jo veç mu, veç aje kanë bo shumë krime, dhunime, gjithë shka kanë bo. U ardhaj në herë në Kosovë mas vitit 1999? A këni po në herë që? Jo, nëse kemi po. A këni mo në i... Po thojnë si unë konë me këfara jo konë e ka këqyrë vesh aborin e vendin e. Me këfar u kona? Po, shtu kemi pas njësë, është e vërtet se di. Ta shvona ma heret? Ma heret. Më ardhë me të mytë në sobë mrena, nërsi u thmive. Mërë me mandë që i ka ja kam bledhë trut më grosht, ja kemi shtinë sa në shka më thonë që të rëgjohë. Serbi se ka bo, kjo ka vra, kjo ma i zisë sa Serbi. Nërsi u thmive bërë. Qka ka punu bashkëshorët juva, u konë punët ko? Teknik u konë, nërënik, plus elektriqar u konë. Jo si ka kry shkollë, veç ka pas zanatin më të mirë se me pa kry shkollë. Korë shumë i zoti. Ibra, i cili që nga pas lufta jeton në nisht të Serbis, akuzohet po ashtu se në vitin 1998, me 2 persona të tjerë të armatosur dhe të uniformuar, e kishin dhunuar një grua.